Arjan, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si je sot? Mirë. Duket se jemi ngritur goxha herët, edhe ne nuk ngrihemi zakonisht kaq shpejt, po kam përshtypjen se ti duhet ta kesh të përditshme këtë gjë apo jo? Pak a shumë po, ky është orari. Sot jemi vërtet jemi çik shpejt, për arsye që ti shohim e ti kapim gjithë ato detajet edhe punën që fillon në fermë, se zakonisht, jo zakonisht, po gjithmonë në fermë fillon rreth orës 5 e mëngjesit. Pra, ne jemi duke shkuar në fermën e Rosës Plymosur, ëh? Çfarë ndodh tani në mëngjes herët atje? Në mëngjes herët fillohet direkt me pastrimin e stallës dhe mjelja, që është një procedurë që zgjat rreth 2 orë gjysmë. Pra, puna në fermë nis shpejt, që do të thotë që punëtorët ne do t'i gjejmë në punë kur të shkojmë, besoj apo jo? Po, disa kanë filluar në këto momente, janë duke mu marrë me pastrimin si stallë të sallës dhe mjelin e qumshit, e grumbullimin e qumshit. Ky qumësht më pas do të vi tek restoranti apo aty pastaj do përpunohet të një punishte jonë e vogël personale që kemi tonët të restorantit. Janë 2 persona që bëjnë dhe fermentimin dhe më pas prodhimin e kosit. Prodhimin e kosit, djathit. Kuptoj. Kjo është një rrugë që ti e bën çdo ditë? Po thuaj se çdo ditë, përveç fundjavës që jam shumë i impenjuar tek restoranti që jam duke gatuar. Fermën ju e keni hapur qyse kur është hapur dhe restoranti, apo lindi si ide diçka më vonë, por edhe si e nevojshme për të hapur? Ja, ferma është hapur më mbas, na lindi si nevojë më shumë. Ka rreth 5 vjet që ferma është e shkryuar. Dhe tani kemi arritur që po thuaj se 60-70% produkteve i sigurojmë atje tek ferma. Çfarë nxirrni nga ferma? Kuptimi çfarë nxirrni? Çfarë prodhohet aty që e marrë? Gjithçka. Baza kryesore është mishi, na siguron mishin. Bulmetin patjetër, edhe perimet deri në një fazë. Sepse dihet në zonat tona është një çike ftohtë edhe periudha e dimrit nuk është se të lehtë të prodhosh perime zarzavate çajne këto. Pra i merrni vetëm gjatë kësaj periudhe, ka periudhën ose sezonin e ngrohtë. Sezonin e ngrohtë. Pastaj dimrit detyroni t'i blini. Përveç atyre që ne konservojmë që janë patatja, qepa, turshi, që janë këto thatët, pjesë e freskët, pastaj jemi detyruar që t'i marrim nga. Do të bëj një serë, mund siguroheshim më pas. Jo, sera gjithmonë është, po ajo na jep dorë domethënë që të fillojmë 2 muaj para sezonit me perimet e freskëta. Kuptoj. Në fakt, përgjithsisht njerëzit tashmë në Shqipëri për shkak të trendit të largimit njerëzve vuajnë ndonjëherë për punëtor. A ke arritur ta sistemosh si duhet edhe pjesën e burimeve njerëzore në fermë, që të punojnë gjithkohës në mënyrë që të sigurohet ky material? Të themi të drejtën, ne jemi në çik me fat, do të them, për arsye se ekipet ato punëtori janë të vjetër aty ku jemi. Janë qysh në fillime që kemi hapur fermën. Arjan, në fakt ora një është mjaft herët, është gati 6, çdo ditë niseni që në orën 5:30, apo jo? Po. Ose për arsye se na mban edhe rruga, minutazhi i rrugës është rreth 20-25 minuta rrugë, sepse ferma ndodhet rreth 20 kilometra larg nga restoranti. Ku ndodhet konkretisht ferma? Ferma ndodhet konkretisht në zona Bashkia e Maligjit, zona e Pirgut, Zvirina, Leminoti, përveç tokave që i kemi lënë për prodhimin e drithit, që ato janë toka me qira, sezonale ose 2-3 vjeçare që bëjmë kontrata. Që do të thotë, nga drithi deri tek produkti më i vështirë aty prodhohet edhe çdo gjë vjen në tavolinën e restorantit. Po. Që do të thotë, ju e provoni dhe grurin e vetë edhe bëni miell dhe bëni dhe bukën pastaj. Po, kemi 3 vjet që prodhojmë grurin. E prodhojmë vetë. Kemi një varietet që prodhon, Rozava, se nuk di si ta them varietetin. Edhe mielli del shumë i mirë, domethënë çfarë të them unë të njoh. Pra kjo është ideja, që jemi gjithmonë tek ai prodhimi
jon, ose të prodhimi juaj me pak fjalë, e cila kur të ofrohet në restorant, thuhet që kjo është prodhimi i fermës tonë, apo jo? Pikërisht. Kjo është ajo që na nxit që të punojmë. Sa njerëz punojnë sot për sot në fermë? Aktualisht në sot për sot janë diku të 12 persona që punojnë gjithë vitin. Duhet më Ose shumë? gjithë vitin. Ka, sezoni, ditët ose në fushat, sezonal, mund t'i marrë, po ditor, nuk e se... Por që janë të përhershëm janë 12 persona. 12 persona janë të përhershëm. Që janë gjatë gjithë vitit. Gjithë vitin. Tani kjo rruga që po ikim ne është bërë kështu, e përditshme, e kem mësuar për mëngjes. Ajo, e ka mësuar edhe makina për me. Sigur të ecë vetë makina. Arjan, është ora 8:30, që do të thotë jemi fiks në kohë për të marrë gjitha prodhimet që do na duhen për restorantin. Tani do të ngarkojmë vetë produktet që janë zazavate, perime, jeshilleqe që na duhen. Pra, këtu jemi në fermën që ne folëm teksa po vinim për këtu gjatë rrugës, ku gjithçka që prodhohet këtu shkon fiks në restorant. Çfarë prodhohet këtu? Këtu për moment, këtu ku jemi, pikërisht, prodhohet pjesa e zarzavateve, pjesa e verdurave, gjetha, frutave, që kemi dhe pjesën e frutave, të stilës. Edhe pasaj të zbërsi poshtë... Baza kryesore, do t'i shkojmë me radhë gjitha këtu, por baza kryesore. Ti besoj e ke bërë listën për sot, çfarë duhet apo? Pa listë nuk kam kushkoj, se marrë në gjitha këto. Ndërkohë, punëtorët çfarë orë kanë ardhur në punë? Çfarë orë? 7:30. 7:30. E kanë të fiksuar që duhet të vinë të mbledhin ato që duhet mbledhin. Pas kam mbledhur diçka. Shumë mirë ato të duken që në veri. Kush na pret këtu? Mirëmëngjes. Shefi. Mëngjes. Si jeni? Erioni. Mëngjes. Si je? Mirë. Ulodhe? Do pak. Shumë mirë. Si duket prodhimi? Tani mirë, mashallah. Erion, kam sjellë listën. Po. Këto në duhen. Domaten e kemi. Po. Specat janë kuq, duam edhe specën e shi. Rugrën e pasin mbledhu. Shumë kjo është. Mbledhu shumë mirë. Marule, spinaqi në rregull, gratë. Mirëmëngjes, gra. Aulo. Kjo është një prej serave të fermës, apo jo? Çfarë sipërfaqe ka, nëse e di? Po, rreth 300 metra. Ku prodhohet domatja? Domatja dhe gjatëdimit, pjesa e spinaqit, rrugullës dhe jeshilës. Marules. E din njerëzit që gjithçka që prodhohet këtu, gjithçka që ju servini në restorant prodhohet këtu? E din, shumica e din se rrjetet sociale bën vetëm, na informojnë gjithmonë me filmime, me Prodhimi si është gjithmonë? Është mbar? si vjet ka qenë i mbarë. Ka qenë i mbar. Ka qenë i mbarë. Siç e shikon, domatja është mashallah plot. Këtu kemi kohë që i konsumojmë patlıxhanin, se edhe këta e kemi në menu. Bëm turshi shumë me këta. Duket që keni zgjidhur dhe sistemin e vadivjes me sistem me pika apo jo? Bashkëkohor dhe shumë efikas. E jep dorë. Shumë mirë. Arjan, sigurisht ferma ka edhe pjesën e premtarisë vet ku ju le të themi kultivoni disa prej frutave të ndryshme të cilat sigurisht përdoren tek restoranti apo jo? Pikërisht. Këtu jemi në pjesa e premtarisë. Konkretisht kemi është sezoni ka qenë pikës të hummus të zezë. Lloj hummus që unë e përdor shumë për salcin e që bëj rosën, apo shafën. Që shoqërohet kjo. Salca që ti prodhon ka një emër apo thjesht është
prodhimi Është salca që Bio është i bënë salcë që lyë rosën. që lyer rozën sa Jep një shihet veçantë. një si veçantë, ka disa përbërës të tjerë që ato janë pak sekret. Prodhimi duket i mirë. Se ku tani. Mashallah, e mirë. Është sezoni tani është sezoni i vjedhjes të kësaj lloji varieteti. Ndërkohë keni edhe mollën. Më vonë, mbas i muaj, fillim shtatori, dhe me mollën. Mollën shumicën unë e bëj moshafe, bëj reçelin, pjesën tjetër e konsumoj të freskët në klient, edhe në qoftë se do ngelet, e shesim. Besoj edhe kompostin. Edhe Sepse edhe njerëzit po. viteve të fundit i shmangen pak alkoolit dhe pijeve të prodhuara nëpër fabrika dhe duan pije të prodhuara kështu në mënyrë artizanale. Sigurisht se si vizitorët vendas dhe ata të huaj që vinë në Shqipëri, që fatmirësisht paktën për gjatë viteve të fundit janë shtuar ndjeshëm, duan të prodhojnë gjithmonë ato pije tona tradicionale siç përmenda pak më përpara kompostën, po për sa i përket alkoolit, se kryesisht rakia është ajo që ata duan ta provojnë përgjithsisht. E prodhoni vetë rakin? Rakin patjetër veç. Rakia është traditë shqiptare, traditë e çdo familje shqiptare. Por ne kemi shtuar pak më tepër se një familje gradacioni me varietetin e rushit që bëhet rakia, që është Pra që do thotë varieteti. keni breshtarin tuaj, keni breshtin tuaj. Çfarë rushi përdorni, pra çfarë rakie nxjerrin? Rakia perla. Perla. Varieteti perla që është edhe traditë e zonës. Që është edhe Pogradecit dhe përgjithsisht njerëzit kur vinë Pogradec perla Perla kërkojnë. kërkojnë. Si vjet prodhimi është mashallah është Është i mirë? Është i mirë, shpresojmë që na vjeshta pjekin e rakis ose zjerje siç e themi. Shumë interesant është fakti që jo vetëm rakin, por ju prodhoni edhe verën tuaj. Edhe vera është traditë e Pogradecit. Po, patjetër. Të gjithë që vinë Pogradec kërkojnë raki verë ose verë raki. Të duan verë të bërë vetë. Verën e prodhoni sërish vetë. Po, normal në ato kushtet e Kushtet artizanale. Artizanale. E po ashtu duan njerëzit. Pikërisht. Di që keni marrë paracakohesh pjesë edhe në këto konkurse dhe keni fituar edhe çmim të parë. Për sa i përket mënyrës se si e prodhoni verën. Po, ka qenë Në festivalin e verave. Në zgaboj 2 vjet para, po jam kam shumë. Që kjo tregon se prodhimi juaj është shumë i mirë edhe degustatorë që nuk e dini se është i juaj, sigurisht në këtë rast ka dhënë shihet mirë. Po, lot rol edhe sezoni. Prodhimi e verës të mirë lot rol edhe sezoni mbar. Nëse sezoni është mbar, kushtet e rushit ku piqet e ëmbëlsira e tjera ato piqen bashkë edhe në fund nxjerr një Pra, shihet. në restorante Roca, ty mosur pothuajse 95% të gjitha gjërave që ne konsumojmë aty janë prodhime të fermës tuaj dhe sigurisht të tuaja. E lem 75% që jemi E lëm 75? 75 jemi çik modest. Po jemi më shumë se gjysmë atëherë. Po. Erian, premtaria ishte në pjesën e poshtme, pjesa këtu ka tashmë çfarë prodhohet? Tu kemi zarzavatët. Pikërisht është kjo pjesë vogël është me karrotë. Dhe është sezoni, se kam mbjellë vonë edhe tani sezoni të shkuar. Panxhari kuq. Panxhari kuq. Zona e kryesisht pjesa këte e Maliqit ka qenë e njohur për prodhimin e panxharit. Këtë kush nuk prodhon me panxhar, po ti ke zgjedhur që ta prodhosh vetë. Para autoktone shqiptare. Është e vendit shqiptare. Pra ke sjell një ringjallje të produktit shqiptar. Po. Edhe këtu, mandej, kemi Qepa. Kjo është qepa. Me sa shoh. Qepa se është fare, edhe kjo Më fare. të mungoj. Fare autoktone, fare leminote. Fare leminote. E zonës. E zonë. Që kjo, shkoj, Djegse? Jo. Çfarë kuptimi ka kur qepa është shumë djegse dhe pak djegse? Është shumë djegse, ka aciditet më të lartë. Edhe në gatim të mundon pak. Edhe konsum njerëzit. Nuk e se të të shumë. Dishë të tregojnë edhe një të pjesë të domateve. Kam një varietet autokton shqiptar. Ma gjej, mund të kalosh. Kjo është soreka, autoktone shqiptare. Që do të thotë do të jetë shumë e ëmbël. Shumë e Ha? edhe shije fantastike. Atë shijen kur kemi qenë vegjël. Atë shijen e E mrekullueshme. përpara. Arjan, sigurisht që të mbash me prodhim apo sigurisht edhe me alkool një restorant duhet shumë sasi dhe shumë prodhim. Si e keni zgjidhur pjesën e sasisë të prodhimit për ta pasur këtë produkt në restorantin tuaj gjithkohës dhe të mos mungoj? Tani flasim deri në këto momente,
neve kemi përdorur ato pak sasi që po dhoni nga fillimet që na ndanë që 7.500 njerëzit. Kemi 3 vite që kemi bërë një projekt, do të thotë që kemi bërë një kërkesë dhe kemi marrë tokë me qira dhe kemi kultivuar 45 hektarë rrejtë të varieteteve të ngushtë që në tasur, tatën në afër që mund tjetë nga vitin që vjene edhe ande, po të dojmë të pohëm një sasi voli që është verë dhe raki. Që do të shkoni drejt një kantinë të mirëfill. Të mirëfill, legalizuar gjitha kushtet. Jemi duke shkuar drejt një tjetër ambient shumë interesant, i cili për çuditë të gjitha atyre që më përpara dikur kafshët e shikoni thjesht si objekte pune, si në këtë rast që janë gomarët apo gomerët, ose gomaricat që i shkonin vetëm për të shtuar racën, në fakt qumshti i tyre ka veti shumë të veçanta dhe kuruese dhe nuk mund të mungonte në fermën e Rosës së Tymosur prania e një stalle gomaricas, e cila do ta shikojmë pas pak, shumë interesante. Si vajti, të erdhi ideja që ta krijojë një stallë? Tani, ideja ka themi kështu papritur ka qenë një miku tim që edhe ai bashkon. Dhe ma futi si pasion, si loj në për momentin dhe ma sugjeroj kështu lehtësisht, unë e mora qikë seriozisht, edhe ja. Sa janë sot? Ne kemi rreth 20 herë. Janë kullot. Janë kullot. Se në qenë kullot. Është i kërkuar qumshti? Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë.
Mirë. Atë sot do ndihmosh me pak që kam shkruar. Pa duhet të skavall, të vi parë dhe gjithë. Okej? Në moment, 5 minuta mi bëj gati. Deșaroma de tot, este festa. Bravo. Maruam, për sot, ku ishte furnizimi? Do të kemi direkt. Tani nisim drejt restorantit sepse njerëzit pas pak do të hapin restorantin presin ushqim. Para planifikimit. Kështu që me punën tek restoranti dhe më pas e përmbyllim me disa gjëra fantastike që Arjani do të bëjë. Jemi fix. Fix 10 gjysmë. Kemi edhe 1 orë gjysmë kohë për para përgatitjen. Që bëhen gati gjitha për gati të hapim sallën dhe të presim për hapim. Tu është parti i soplastit, i këta të shileve, apo le rrokola, spinaci, domate, caprese, dhe pjesa që me përgjojnë në bankimin të shileve. Jeni gati 20 ora, që janë përpunguar, janë parë. Dhe i këtë gati, që përgjojnë në spinaci e dhe pak pare, no, se të mbajnë për të 2-3 orë që të një freskë. Dhe rrugola, domate të të një gati. Pas pak harim salën dhe përvojnë prerogative, e sekretare, Pas i mblodhem gjithçka në fermën e Rocës, tashmë jemi këtu, në restorant Roca e Tymosur, apo jo? Pasi ishim në fermë, ju treguam produktet në gjendje fizike si i kultivojnë, si i mbledhim dhe i sillim tek restoranti, dhe pastaj ju tregojmë si i gatojmë dhe si i sillim tavolinë. Ndërkohë, përpara se të më sqarosh faktin se çfarë na ke gatuar sot, ajo që bëm ne bashkë sot është punë e përditshme e juaja? Po, ajo është punë e përditshme. E imja deri diku se gjithmonë fundjavë janë shumë i vendosur në restorant, por ditë javës ditë për ditë shkojnë në fermë dhe i shikoj si ecën puna, çfarë ka, si të them, si të i realizojmë detyrat e gjitha. Tani dalim tek shpreha
nga toka në tryez, apo jo? Po, pikërisht, këtë duhet të nxjerrim, do të nxjerrim tamam praktike dhe ta lëmë si program atë, pse jo. Çfarë kemi sot këtu? Sot kam gatuar, do t'ju demonstroj 2-3 receta, jo më shumë, 2 të ngrota edhe 3 receta të ftohta, gjithmonë me gjitha prodhimet që morëm nga fshat, nga ferma jo. Atëre, me detajet, por fillojmë nga sallatat të ftohta. Atëre, spinaqin që e kishim tek sera, spinaqi nuk duron të ambientin e as të nxehtë as të prodhin, edhe e kultivojmë gjithmonë në serë. Këtu e kam sjell në versionin agrodolce, çdo të thotë, që kam përdorur edhe frutat. Kam përdorur shafen, e kumbullës që pam aty, e dehidratuar, kam përdorur rushin, se është edhe sezoni tani i rushit. Kam përdorur arran, se gjithmonë zona tonë, Pogradeci, Korça e tjera, domethënë nuk i mungon arra, se jo, është një produkt shumë i shëndetshëm për organizmin e njeriu dhe shkon shumë mirë me spinaqin dhe me disa salsa, tip ullën e mollës, vajin e ullinit, edhe një leng portokalli ose leng limoni. Tjetër, një sallat tjetër shumë e goditur dhe autoktone, domethënë desha ta quajnë autoktone e fshatit, është kjo sallata këtu. Që tu ka përdorur rrugrën si bazë, rrugrën e serës, me tomatillën e dehidratuar të thatë, që e kishim në serë, gjizën e freskët. Edhe për dekor, kam vënë 2-3 pomodorinit freskëta, nëse i kemi të stinës, edhe pjatin kaçkavallt të saxhinuar për 6 muaj. Është sallat për mua, është një sallat autoktone fshatare. Kurse sallata e fshatit, që është patent, që është me patent, domethënë që njihet gjithkund. Unë e kam sjellë versionin shumë të thjeshtë dhe shumë të këndshëm, të shijshëm. Kam përdorur thjesht domaten e freskët, kastravecin e serës, djathtin e parë dhe pak gjizë. Dhe gjithmonë e marinojmë. Kjo është vaj i ullinit dhe ullë i mollës. Dhe kaq. Kurse me të nxehtat kam sjell 2 versione. Kam sjell mishin që gjiptonin, fermës, shumë thjesht, me perime të freskët dhe patate. Edhe mishi prodhohet janë bagtit që mashtrohen në fermë. Janë bagtit e inta që kemi ne, mashtrojmë. Dhe i pam, radhën e parë, domethënë kur ishim në fermë. Dhe në fund pa i lënë që kjo është patenta jonë, është rosa. Gjithmonë rosën e kemi promovuar gjithmonë dhe nga dorë. Kam sjellë versionin që bëjmë neve, ka që mund të quaj versionin klasik toni, peta. Me petka. Dhe për dekor, për ndryshuar pak shijen, kam përdorur kumbullën e thatë edhe pak karrotë të karamelizuar për të balancuar shijen, se ndoshta në rosa gjetën edhe është edhe bilanci kripës pak një lartë. Shumë interesante, sepse besoj para 7 vjetësh kur hapët këtë restorant, keni marrë përsipër një risk të madh, sepse tashmë Pogradeci nuk njihet si vendi ku mund të konsumosh vetëm koran, por dhe rost të tymosur. Është e vërtetë. Më kujtohet vitet e para, pa egzagerim, unë kam patur shumë vështirësi për t'ia mbushur mendin që ta provoj. Kam arritur me ngull, me pak me politik, domethënë provoj dhe ja arrita qëllimin. Dhe sot njerëzit vinë për rost të tymosur në Pogradec. Shumë sa vinë për rost. Çfarë pëlqejnë njerëzit në restorantin tuaj? Pra, përveç se gatimeve, besoj. Tani, përveç se gatimit, Që shpresorja. Pëlqejnë e shërbimi. Në shërbim kemi marrë nota pozitive gjithmonë. Pas të tija patyshim. Dhe në fund, ato produktet e gjithmonë produkti i zonës ka një shije veçantë. Ka një shije mbretërense, se ti jeton diku larg nga këtu, vinë për të provuar ushqimin e zonës dhe të lejë gjithmonë atë përshtypjen edhe atë mbresën edhe atë shijen e mbretërense, në fund thotë, më pëlqen kjo. Është thjesht është prodhimet e zonës që unë i ndeh dhe i kultivoj. 70% i kultivojnë vetë.
A ka vlerësime rosa e tymosur në eventet ndryshme që mund të ketë marrë pjesë? Po, në eventet rajonale dhe kombëtare, që janë bërë shumë pak, po, kemi marrë. Tashmë mund të themi që rosa është një brand. Për mua, mendimi tim po. Atëherë, përveç shërbimit të mirë që kemi në restorant, ne sillim shije autoktone nga toka në Tryezë.